Po kur ti edukon fëmijën tënd, e mëson për fe, e udhëzon, atëherë pi fryteve të gjithë mundit tonë edhe për prekjeve tua, në këtë edukim edhe mësim është dalin këto dua dhe lutje sinqerta. Kur fëmia i lutet Allahut për prindën e tij, thot o Allah falë babën tim, ose Allah falë nënën time, kështu më radh. Dhe këto pastaj bëhen shkak që më ngrit shkallët e tua në xhenet. Prandaj shumë prej baballarëve ose prej nënave nuk e perceptojnë, nuk e kuptojnë se investimi më i madh në jetën e tyre është edukimi i fëmijëve. Po edukimi i fëmijëve me edukat islame. Po kjo është një projekt i bereqetshëm, i bekuar, edhe është investimi i vërtetë edhe real. Pra, tregtia fitimprurse nuk është në pasuri, po që fëmia tu me arrit pasuri, apo me arrit pozita edhe kualifikime. Mirë po, tregtia fitimprurse është kur fëmia yt bëhet besimtar i mirë dhe i devotshëm dhe lutet për ty edhe pas vdekjes tone. Edhe siç e dim, pra kështu ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Kur vdes biri i Ademit, gjitha veprat e tij ndërpritet përveç 3. Sadaqatun jariyah, nëse jep një sadaka që vazhdon, pra njerëz me përfitu për saj edhe pas vdekjes së tij, është rrjedhëse. Au ilmun yuntafa'u bihi, ose ka lënë dijen, një detyri që përfitohet prej saj, por njerëz përfitojnë prej saj. Au waladin salihin yad'u lahu, ose ka lënë fëmijë devotshëm i cili lutet për të.